Numri personave që konsumojnë duhan ka shënuar një rënje në 2 dekadat e fundit, por sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shifrat mbeten ende në nivele alarmante. Roland Shuperka, ekspert për kontrollin e duhanit, thotë se 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç në vendin tonë janë konsumues të duhanit, duke kthyer këtë në një shqetësim serioz për shëndetin publik. Janë 38% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç që pinë duhan. Pra shifrat në Shqipëri janë të tilla që duhanpirja është në nivel të lartë dhe është një problem shumë i madh për shëndetin publik. Në 10 të sëmurë me kancer mushkërie, 9 janë konsumatorë të duhanit nga i duhani me ty, me djegje. Shuperka ndalet gjithashtu edhe te konsumimi i cigareve elektronike, të cilat sipas tij po kryejnë varësi te grupmoshat e reja. Grupmoshat e reja është papranueshme që të përdorin qoftë edhe këto produktet e reja të duhanit. Këto produkte nuk lejon të përdoren dhe nga qytetarë të thjeshtë që s'janë konsumatorë. Këto janë produkte që ti të pish një produkt më pak të dëmshëm, që të kesh më pak sëmundshmëri, deri në momentin që ti të arrish që ta lësh duhanin. Pra dhe këto produkte përdoren për lënien e duhanit. Këto lloj produktesh në mënyrë absolute nuk mund të bëhet fjalë që mund të përdoren në moshën 18 vjeç. Këto japin mundësinë që nesër këta të rinj të kthehen në duhanpirësa, sepse jep varësinë. Ligji që ndalon duhanin brenda ambienteve të mbyllura është një tjetër çështje e cila sipas ekspertit Shuperka shpesh lihet në harres nga institucionet. Nuk respektohet ky ligj. Ky ligj nuk mund të zbatohet nëse trupat inspektuese nuk do të ndershme që të gjithë të vendosin në një rrisht të barabartë. Pra nuk mund të zbatohet ky ligj. Tek një lokal kërkon masa represive, tek tjetri nuk lejon edhe këtë. Pra të gjithë duhet të jenë në një rrisht të barabartë. Ndryshe ky ligj nuk mund zbatohet. Situata duhanpirjes mbetet shqetësuese, duke qenë edhe një prej shkaktarëve kryesor të vdekjeve në botë. Nisur nga kjo, OBSH kërkon forcimin e masave nga ana e qeverive, duke rritur taksat mbi produktet e duhanit, ndalimin e reklamave, si dhe kontrollimin dhe rregullimin e produkteve të reja të nikotinës.